Marrëdhënia e tyre ka qenë mjaft e komplikuar, po flasin për Egli Takon dhe këngëtarin Gjesti. Egli Tako shpreheu dashurinë për të, ndërsa Gjesti shpesh herë e ka manjanuar duke treguar se nuk ka asnjë pikë ndjenje për të. Ditën e djeshme, Egli Tako bëri reagimin e saj në lidhje me qëndrimin e shtëpinëve të famshëm në Shqipëri duke treguar me më shumë detaje, por lidhur me këtë, nuk ka munguar edhe reagimin nga motra e këngëtarit, Blerina, e cila nuk ka kursyer mbështetjen për Eglin. Ajo ka publikuar një story ku dëgohet kënga e Eglit dhe mbi shkrimi i saj ishte Z i nivelit magjepsëse. Na duhet të rikujtojmë se edhe kur hyri në shtëpinë të famshme në Shqipëri, motra e Gjestit kishte fjalët më të mira për Eglin, duke pranuar në një farë mënyre, le të themi, gjysmë romancën e tyre. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.